Tani. Për çfarë të duhet? Për të pastru imazhin tënd për jashta. Nuk pastrohet imazhi me një leck gjesti. Jo, se ato nëna që kanë vajza jashtë, kur e shohin se si stillesh ti, nuk ta tolerojnë këtë gjë. As ata që kanë motra jashtë nuk ta tolerojnë. Dhe ti futesh në krevat javën e fundit, turp të vi. Turp të vi. Edhe ty, edhe Egli. Turp të vi që të dyve. Mos u përgjigj. Po ki frik? Mos u përgjigj. Ta shika zonë, e tregon mua pa besim, se e ke pas të pa mundur të luash vetëm. Ke lujt me ndjejat e njerëzve këtu. Edhe njerëzit që të kanë dashur sinqerisht. Edhe unë që qava se do ike. Që një ditë përpara te më do rozin shumë, të nesërme nuk të doja më unë ty. Ti i përdor ndjejat e njerëzve. Ti i shkel me këmbë. Ty s'tintereson as vetja jote. O Gjesti, ti të falë. Gjesti, mere këtë se e kanë dëgjuar nga një njeri shumë i zgjuar dhe e kanë fut në kokën sive. Njerëzit si puna jote të falin gjithçka, vetëm suksesin nuk ta falin. Dhe ti je ai njeri që s'ta fal suksesin. Edhe zemrën se pyeti për sukses. As shpirti nuk pyeti për sukses. Po, ti je gënjeshtar. Ti je gënjeshtar. Ti arrite deri aty sa u çarte kur unë sta vazhdova lojën, sepse ti ke pas frikë me lut vetëm. Ja ku gjithë derson krevat në Eglit. Ja çaj Po, inshallah kanë sy dhe vesh me të një gjuhë gjithë shqiptarët. Inshallah kanë sy dhe vesh me të një gjuhë gjithë trikat e pistiqe që po bën shtëpi.